Në 15 vjetorin e çlirimit të Kosovës, këtë 12 qershor, vjen në Shqip një përkthim i rëndësishëm në fushën e historisë dhe gjeopolitikës ballkanike. Prapas skenat e kapitullimit të Miloševićit, kujtime nga Talbot Chernomyrdin është promovuar me ditën e së enjtes në hollin e Universitetit Evropian të Tiranës. Megjithse kanë kaluar shumë vite nga përfundimi i luftës për Kosovën, ajo ka vazhduar të zërë një vend të rëndësishëm në punimet e shumë autorëve. Madje botuesi Alfred Çako e paralelizon këtë ngjarje me një tjetër të ngjashme. Sot me të vërtetë është një datë shumë e rëndësishme për historinë e popullit shqiptar. Është aq e rëndësishme sa mund të barazohet me datën e futjes së forcave aleate në plazhet e Normandisë për ne shqiptarët, domethënë data 12 qershor, kur në vitin 1999 u çlirua Kosova nga bashkëpunimi ose nga një luftë e përbashkët nga ajri, nga NATO-ja dhe nga toka nëpërmjet ushtrisë shërbëtare të Kosovës dhe gjithë popullit të Kosovës. Në kuadër të botimeve mbi kujtimet dhe prapaskenat e luftës në Kosovë, një vend të rëndësishëm zë libri i Chernomyrdinit, Ftesa. Autori është personalitet shumë i njohur shtetëror dhe shoqëror në Rusi, i cili në periudhën 93-98 ka qenë kryeministër i Rusisë. Libri që mund të përfshihet në zhanrin e kujtimeve politike, i kushtohet veprimtarisë ndërmjetësuese dhe rolit që ka luajtur ai si përfaqësues i posaçëm i presidentit rus Boris Jelcin dhe përfundimin e luftës në Kosovë në vitin 1999.